Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kosi Esëll ju shpëton jetën, përdoreni në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme. Kosi është një produkt i mrekullueshëm për të konsumuar si nga të rriturit ashtu edhe nga fëmijët. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Ne këtu do t'ju listojmë disa nga arsyet më kryesore se përse ju duhet të hani kos çdo ditë. I bën mirë stomakut. Kulturat e gjalla tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres dhe inflamacionit të zorrëve, gjithashtu edhe sëmundjes së zorrës së trashë e të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe nga ana tjetër e mbrojnë stomakun nga të gjitha infeksionet. Osteoporoza, brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi po ashtu është i pasur me kalcium dhe konsumi i tij i rregullt e përmirëson strukturën tuaj të kockave. Tensioni i gjakut. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosi është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mund ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara pikërisht nga pelenat. Vitaminat. Kosi gjithashtu përmban fosfor, kalium, jod, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit gjithashtu është një vitaminë shumë e rëndësishme edhe për ruazat e kuqe të gjakut, si edhe për sistemin tuaj nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mund dhe të mposhtë të gjitha viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kos në ditë për të paktën një javë për të shmangur kështu të gjitha simptomat e të ftohurës, gripit dhe njëkohësisht problemeve me fytyn. Ky produkt gjithashtu arrin që të përgjysmojë edhe shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Kosi gjithashtu mbetet një nga kurat më të mira edhe për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe njëkohësisht shkëlqim. Shëndet i flokëve. Kosi është gjithashtu mjaft i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe pastron skalpin tuaj nga zbokthi. Sigurisht që kosi duhet të jetë nga ai i cili përgatitet me far dhe jo i përpunuar. Mënyra më e mirë për zënjen e kosit në shtëpi. Kosi është një nga ushqimet i cili nuk mungon kurrë në frigoriferin e një anvise shqiptare. Kosi është një produkt mirëbërës i për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Si edhe kosi i blerë zakonisht mund të lehtësoj shumë përgatitjen e recetave të ndryshme, por ai kurthësi nuk mund të krahasohet me vlerat e kosit i cili është i përgatitur në shtëpi. Shumë anvisa e zën kosin vetë të paktën një herë në 2 ose 3 ditë për të siguruar që ky produkt nuk do të mungojë asnjëherë. Anvisat gjithashtu e sigurojnë farën e kosit nga njëra tjetra duke përgatitur kos të freskët në kushtet e shtëpisë. Të jeni të sigurt që një nga fëmijët mund t'ju sigurojë pak far kosi. Gjithçka që ju nevojitet për këtë recetë është 1 litër qumësht fshati, 1 filxhan kos i zënë shtëpie. Përgatitja. Për rezultatin më të mirë, ne ju sugjerojmë që në fillim
ta ngrohni qumshtin deri në temperaturën 80 gradë dhe më pas nëse ju ngrohni qumsht. Kjo bën të mundur që ju të përfitoni një sasi më të përqendruar të tij pasi avullojnë lëngjet e tjera. Po ashtu, kur të shohim avull i cili del nga sipërfaqja e tenxheres, e largojmë tenxheren nga zjarri dhe e lëm atë që temperatura e tij të ulet. Nëse ju doni, mund ta përzjeni me një lugë në mënyrë që ai të ftohet më shpejt. Në një enë hermetike qelçi ose porcelani, pasi ngrohtësia tek masa përcillet më mirë, ne do të hedhim farat e kosit duke e sheshuar atë në të gjithë sipërfaqen dhe ngadalë shtojmë pak nga qumshti. Me ndihmën e një lugë e druri ne e trazojmë atë që të formohet një masë homogjene. Më pas aty do të shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit, e trazojmë atë përsëri dhe më pas i vendosim kapakun enës së qelçit. Ne gjithashtu ju sugjerojmë që enën ta vendosni brenda një qeseje dhe më pas ta mbuloni me një pece të trash kuzhine. Vendoseni enën në një vend që të mos lëkundet dhe të jetë pak e ngrohtë dhe lëreni për rreth 3 ose 4 orë në varësi të temperaturës së ambientit, në mënyrë që kosi të bëhet i dendur dhe i plotë. Pasi orët të kenë kaluar, zbuloni enën e qelçit, por tregoni kujdes që të mos e lëkundni shumë. Hiqeni kapakun, lëreni disa minuta dhe më pas të vendoseni në frigorifer në mënyrë që kosi të mpikset plotësisht. Zënja e kosit në kavanoza qelçi. Një mënyrë tjetër është zënja e kosit në kavanoza qelçi 500 ml. Në këtë rast, procesi është i njëjtë, vetëm se në secilin kavanoz do të shtoni nga një lugë gjelle far kosi. Në këtë mënyrë ju do të shmangni thartimin e kosit pas hapjes. Farën e kosit mund t'ja merrni një miku apo mikeshe, apo nëse doni të provoni me kosin natyral të bler në market të ushqimeve natyrale. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe të mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi gjithashtu është i pasur me kalcium dhe konsumimi i tij i rregullt përmirëson strukturën tuaj të kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin tuaj të gjakut. Me sasinë e duhur të produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me të paktën 50%. Pesha. Kosi është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime mjaft të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosi, ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kosin i cili është me pak yndyrë. Skuqet e lëkurës tek bebet. Ky është një ushqim ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë mund ta përdorni edhe për të trajtuar skuqet në lëkurë, të cilat janë të shkaktuara pikërisht nga pelenat. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për ruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin tuaj nervor. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.